ka pas një lëshim teknik. Në rastin konkret, Koshavrazhi është në anën pozitive të klubit të basketbollit Vllaznimi. Këtë çështje do ta ndjekim edhe pranë Këshillit të Arbitrazhit Sportiv dhe gjykatave kompetente. Ajo që ka ndodhur, ndoshta për ata të cilët nuk janë edhe aq shumë ngjarje lidhur me këtë temë, është se ne kemi pas 3 ekipe në fund të stinorit me numër të njëjtë pikëve, do thotë numër të njëjtë fitore dhe të humbjeve kur shikohet krejt renditja tabelare, që kanë qenë Prishtina, Vllaznimi dhe Rahoveci. Edhe kemi pas një situatë në propozicionet e garave tona, të cilat i kemi miratuar për këtë stinor, i cili ka thënë që nëse ka më shumë se 2 ekipe me numër të njëjtë pikëve, duhet të shikohet Koshavrazhi mes tyre. Po të shikojë Koshavrazhi mes tyre, atëherë Vllaznimi jo që do të shpëtonte nga rënja prej ligës, por do të ishte në play-off, ndërsa do të binte Rahoveci. Megjithatë, është situata tjetër brenda propozicionet garave që thotë që në rast se ka diskrepancë apo mospërputhje mes propozicionet garave që i miraton Federata e Basketbollit edhe rregullave zyrtare të basketbollit që i miraton FIBA, atëherë duhet vlen dispozitat e FIBA-s. Në këtë rast, përshkrimi i cili është bërë në propozicionet e garave nuk ka qenë në përputhje me ato që është bërë në rregullat e FIBA-s, sepse rregullat e FIBA-s thonë që në rast se ka më shumë se 2 ekipe kanë numër të njëjtë të pikëve në përfundim të një gare, atëherë gjëja e parë që shikohet është proporcioni apo relacioni mes tyre fitore humbje. Në këtë rast, për shkak të relacionit fitore dhe humbje, para se të kalojmë te Koshavrazhi. Në këtë rast, për shkak të interpretimit të kësaj dispozite, kësaj do të thotë Vllaznimi ka qenë ai që ka rënë prej ligës, që është vërtet një situatë hipotetike, e cila nuk është që ndodh shpesh, por nuk është që nuk ka ndodhur në të kaluar. Megjithatë, duhet pranuar që ka pas një lëshim teknik për shkak se ky interpretim i cili ka qenë në propozicionet e garave është konfirmuar edhe prej komisionit të garave si një prej formave me të cilat do të rregullohet kjo çështje, pastaj është korrigjuar brenda të njëjtës ditë, duhet thonë edhe kjo, por e kuptoi Vllaznimin për ankesën të cilën e ka dërguar, për shkak se vetë prej Federatës Basketbollit të Kosovës është shkaktuar hutia, ndoshta për organeve të federatës, megjithatë është zgjidh kjo përfundimisht edhe para se të zhvillohej kjo ndeshje. Është bërë qartë edhe para se të zhvillohej ndeshja, do thotë këto ndeshje të xhiros fundit, edhe e kanë ditur edhe Vllaznimi dhe ekipe tjera se si do të interpretohet në fund kjo punë, sepse s'ka mundësi tjetër të interpretohet ndryshe fare. Në nenin 9 paragrafin 1 të statutit të FIBA-s parashihet se shtetet anëtare, në këtë rast edhe Kosova, kanë autonomi të plot në përcaktimin e rregullave dhe në çeverisjen e garave basketbollistike në vendet e tyre. Duke u nisur nga kjo rregullativ, Kosova përmes organeve kompetente, në këtë rast përmes bordit të FBK-s, ka nxjerrë një propozicion të garave. Propozicioni i garave për vitin e së vjetëm, përkatësisht neni 47 paragrafi 4, paragrafin e pika 4, parashkret decidivisht që në momentin kur së paku 3 klube, siç është situata aktuale ndërmjet klubit të basketbollit Vllaznimit Prishtinës dhe klubit të basketbollit të Rahoveci, kanë pikë të barabarta, i vetmi kriter, do të thotë termi të përdoret është vetëm Koshavrazhi bën diferencën për sa i përket tabelës së klasifikimit. Në rastin konkret, Koshavrazhi është në anën pozitive të klubit të basketbollit Vllaznimi. Ne kemi parashtruar një ankesë pranë Federatës së Basketbollit, pranë Komisionit për Ankesa dhe Arbitrazh. I njëjti organ ka refuzuar ankesën, ndaj të njëjtit vendim për refuzimin e ankesës në afatin ligjor, unë si avokat i klubit kam parashtruar kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë tek bordi i Federatës së Basketbollit të Kosovës dhe bordi çuditërisht brenda një periudhe të shkurtër me një vendim direkt nga kryetari i Federatës ka nxjerrë vendim për refuzim, siç e kemi paralajmëruar edhe në prononcimet e tjera. Do të thotë këtë çështje do ta ndjekim edhe pranë Këshillit të Arbitrazhit Sportiv dhe gjykatave kompetente në mënyrë që të vihet në zbatim ligjshmëria siç edhe jemi duke kërkuar në rastin konkret.